hyj tek ata avokat që nuk merr me thashë theme. As me kolega, as me njëri tjetër. Unë flas për parime. Problemi është ky. Spaku ka kryer hetime prej vitit të 2000, që prokuroria krimet e rënda, pastaj çështja e kaloi Spakut, që në proces dia. Pra ka kaluar nga krimet e rënda tek Spaku. Dhe Altin Dumani, pasi bëri betimin te zoti Meta në presidencë, një javë pas regjistroi procedim për proces dia, sepse mendoi që aty ishte bërë korrupsion i madh. Dhe prej dhjetorit të 2019-s deri sot, pavarësisht kalojnë 6 vite. Më besoni, janë bërë letër porosi në të gjithë vendet ku Bashkimi Evropian po e po, në SBA po e po, në Angli po e po. Janë bërë të gjitha. Në Angli po e po, në Kanada po e po, në Qipro, pra ku mendohet, në të gjitha vendet që mendohet që zoti Meta mund të kishte pasuri. Edhe nga akuzat që janë bërë. Dhe akuzat që janë bërë. Dhe më besoni, është zero. Pra në planetin Tok, ai individi nuk ka pasuri. Të vetme pasuri që kanë kapur është 1/4 e banesës që ka me baban, me motrën që janë bashkëpronar tek pazari, mos gaboj pazari i ri. Kjo është pasuria. Është pastaj banesa e përbashkët që ka me që diskutohet me zonjën Kremadi, me fëmijët e kështu me radhë. Po mos harrojmë edhe diçka tjetër. Që nëse do t'i bënim një analizë financiare, mos harrojmë që zoti Meta ka 30 vite deputet, ka qenë në 92-shin. Po. Ka pas poste më të larta. Poste më të larta. Dhe sikur të kursente na 1 lek në 34 vite, më vonë 10.000 lekë të kursente në muaj, do kishe mundësi ta blinte një vilë. Po të jetonte në vilë, do kishe mundësi. Apo jo, sepse i është dhënë mundësia deputet për shkak se ka pas një pak të lartë, padyshim, të gjitha ato, më thënë, e bëra shumë banale këtë. Jo, me thjeshtove se nuk ka. Që e thjeshtova që ta kuptojnë qytetarët që sot në Shqipëri nuk ka një qytetar, nuk po them të gjithë, të kuptojmë, nuk ka njerëz të cilët kanë patur poste publike ose jo publike kështu me radhë që nuk i kanë një shtëpi, 2 shtëpi apo 3 shtëpi. Tani problemi është ky. Kur Spaku nuk ka arritur. Për batu do të them avokat ka funksionar që i kanë blerë shtëpi edhe dashurave. Jo, unë di ka blerë shtëpi e makina dhe vazhdoj t'i blerë. Po ne bëra, e shiko, nuk doja që t'i hyja në atë banalitetin e atë. Në jetëm në askujt, nuk doja t'i bjem qap dikujt. Tani, problemi është sepse, shiko, ne flasim në media këtu. Dhe kur flasim në media na dëgjojnë dhe sa njerëz që kanë përveç urrëties kanë edhe pa 2 parë në kokë. Tani, unë po them, Spaku, deri sot që po flas tani këtu te intervista juaj, nuk ka gjetur asnjë pasuri të paluajshme dhe të luajshme të zotit Meta. As llogari bankare mos, sepse zoti Meta nuk ka patur llogari bankare. Unë nuk kam mbajtur kurrë thot kartë, se nuk më janë dashur thot. Se kam qenë për poste, për gjëra, janë lokal, e pija kafe, nuk është ka qenë një njerëz dikush tjetër, nuk ishte këto gjëra. Dihet këto favore që të jep pushtet. Tani është futur Spaku pasurisë jo pa ai operacioni në Vjen bëri 7.000 euro. Unë e shikoj banalitet këtë. Pse se ka deklaruar Monika? Tani ne do të shikojmë diçka. Nëse përgjegjësia në një vend demokratik, pranë demokraci, siç na ka mësuar edhe kryeministri, është personale, atëherë disa gjëra i ka kryer bashkëshortja e tij, që do thotë mos deklarimin e disa të ardhurave që ishin jo të shpenzimeve, të si nuk duhet të deklaroheshin te LDKP-ja. Problemi është ky. Çesdia është një çështje e cila është gjykuar 2 herë, është gjykuar Kastrioti Ismailaj, është gjykuar edhe në Vjen për shkak të që pati konfliktin që pati Qezi me shtetin shqiptar në 2014, ku u lan aty shteti shqiptar humbi 600 milionë kështu me radhë, që u prish ajo marrëveshje e famshme. Dhe ju e dini që Qezi ishte një kompani shtetërore, e cila u lidh me Shqipërinë për një arsye të caktuar që Shqipëria do merrte hiqe vizat e kështu me radhë. Pra, kishte një interes nga pikpamja kombëtare jona, që Qezë, ai Fyle, që ishte brenda, na ndihmojnë ne atëre për të hequr vizat, ishte komisioneri për jashtë e kështu me radhë. Pra, nuk bëhen dhe marrëveshjet, kur bëhen marrëveshje politike, ekonomike, bota kështu është ndërtuar. E akuzojnë që ke lidhur Kastrioti Ismailaj, ka lidhur marrëveshje me Qezin. Kastrioti Ismail ka lidhur marrëveshje me Qezin, për shembull, kur ka qenë Dritan Prifti ministër. Pra, nuk përputhen ato që thuhen në publik me ato që janë hedhur me ja pasqyruar të pak të deri tani në akuzën, në dokumenta që janë aty. Dhe i thonë, pse ke pasur ti shoki? Po, e kam pasur se ka njifen që në mosh 5 vjeçare. Po ti mund të kesh influencuar. Po ku kam influencuar? Sepse korrupsioni, Erman, bëhet në 2, bëhet në. Në momenti që unë bëj këtë korrupsioni, fitoj një pasuri të paluajshme. Dhe këtë pasuri të paluajshme do ta kem diku. Dhe se unë bëj një korrupsion, më shtot llogaria bankare me 200 milion, 300 milion, po dhe 1 lek po deshët ju. Këto gjëra nuk ekzistojnë.
në sot që po flasim në dosjen Meta. Dhe kjo është ajo për të cilën unë me shumë sinqeritet po them, është çështja që aktualisht kam shumë çështje të personave me kështu dhe vrasje të natyra dhe histori kësaj natyre, pra çështje komplekse. Kjo është çështja për të cilën, ta them me sinqeritet, është çështja të cilën është shumë e lehtë. Na pikpamja për mbrojtjen ligjore ndaj zotit Meta. Në ana profesionale. Në ana profesionale për mua, unë në fillim kur u kontaktova në zotin Meta, thash u të merrova sepse në kuptimin do më duhesh një punë e madhe për të shmontuar. Si unë diet kur ju kontaktoj zoti Meta për të çështje sepse kjo edhe nga ana profesionale, por ka edhe një konotacion politik kjo çështje. Domethënë rëndon edhe ana politike më shumë se ana proceduriale. Unë nuk e kam njohur kurrë zotin Meta. Pra është një individ që der para se ta kisha klient, nuk i kam dhënë dorën kurrë. Pra nuk kam patur ndonjëherë, nuk kam patur ndonjë mendim për të, në kuptimin që mund të kesh qenë dhe kundërshtar në Po jo, pa dyshim që kam qenë dhe kundërshtar. Më thënë, unë kam pasur vllajin në një institucion kur erdhi LSI-a në 2013 që bëri aleancën me hoqën puna. Dhe kupton tani, më thënë janë edhe këto konflikte, sepse prandaj ta thash unë kam një gjë nëse më i ke vënë vesh. Unë në media nuk flas kurrë për vete. Asnjë. Nuk as me njerëzit nuk merrem, unë flas për parime. Merresh me parimin dhe me anën profesionale. Nuk flas fare për vete. Se mund të kem shumë pak kënaqësi ndaj kryeministit ndaj kështu, por nuk flas për vete, nuk e harxoj. Çështje profesionale. Kështu që po ju them këtë gjë, nuk i kisha dhënë dorën kurrë zotit Meta. Kur jam kontaktuar në zotin Meta, e mendova atë gjë. U habita sepse normalisht një njeri që nuk e njeh, nuk ka se si të gjokutajnë e kam shok, e kam mik, kemi ndjekur dhe çështje, dhe për këtë çështje jemi diskutuar, por unë zotin Meta nuk e njeh. Dhe në fillim u duk gjë e jashtëzakonshme, por kur pashu ballafaqova edhe kontaktet që pata me prokurorët e Spakut, kuptova që çështja vërtet mund të ketë juridike, po kuptova pastaj që çështja është më shumë politike. Dhe po, unë ja kam thënë edhe prokurorëve në konfidencë, në konfidencë normale, fundi jemi dhe njerëz, e kuptoj atë. Jashtë kontekstit të asaj kam thënë që çështjet politike është vështirë ti çmontosh me mjete juridike, sepse unë kam një natyrë që sjell historinë e sjell dhe historia jo në Shqipëri, por në gjithë botën përsëritet. Do të kuptojmë diçka. Në 1945 për shembull janë vrarë kryeministra, zot kryeministra, president në atë kohë është bërë kasapan. Dhe ata u dënuan me një farë akuze të caktuar. Kishin edhe ata avokat atje. Dhe ata kishin se avokatia ekzistonte deri në 67. Por nuk i dëgjonte njeri pra sepse vendimet ishin marrë në Kongres për Metit kush do vritesh. Gjithë kundërshtarët do vriteshin. Kështu që edhe puna e këtyre personazheve si zoti Meta, zoti Berisha, Mediu, po deshet ju Erion Velia, po deshet ju do t'ju pyesë për Velia. Unë mendoj që lufta politike është shumë e vështirë, pra akuzat që kanë nuanca politike është shumë e vështirë ti çmontosh me juridike, por unë besoj te gjykata. Unë besoj te gjykata se mendoj që te ligji shteti së drejtës. Sepse jam i detyruar normal të besoj, ndryshe ta lë punën që nesër. Avokat. Po nuk besova te gjykatat, po nuk i besova, unë bie ta lë punën që nesër, po nuk jam nga ata që duhet ta besoj që në Shqipëri nuk funksionon më asnjë lloj nuance e shtetit së drejtës dhe mund mash pafajësi. Erion Velia, një prej njerëzve i cili ka pasur, do thoja, valencën e vetë politike, sot gjendet pas sekurave në një betejë gjyqësore, do të pyes nga ana profesionale, edhe pse ju nuk keni asnjë do të them as detyrim, por ju pyes më shumë si avokat dhe si njeri që artikuloheni. Normal, edhe kolegët e tuaj kur është arrestuar më kanë pyetur. Unë hyj tek ata njerëz që jam kundër, tek ata avokat që jam kundër arrestimeve. Jam kundër arrestimeve, sidomos arrestimeve të natyrës të politikanëve. Okej, dakord. Ka çështje pa dyshim që janë